Gjatë seancës plenare për votimin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Bordin e Paqes, me ftesë të presidentit të Amerikës Donald Trump, kryeministri Edi Rama, që mori pjesë në seancë, ju përgjigj deputetëve të opozitës se pse nuk mori pjesë në forumin e ekonomisë në Davos. Mes ftesës së babait dhe vajzës zgjodha vajzën dhe natyrisht vajzën e zgjodha me lejen e babait, tha ai. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Kryeministri Rama vazhdoi me fjalën e tij në foltoren e Kuvendit për ratifikimin e ftesës së Shqipërisë për të bërë pjesë e Bordit të Paqes, një nismë e ideuar nga presidenti i Amerikës, Trump. Ai thot opozitës se sot në Kuvend ajo do të votonte pro ngritjes së kësaj marrëveshje. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë. Dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Jo se ne jemi të mëdhenj apo se pa ne nuk zgjidhen dot konfliktet në zonat tjera të botës. Po sepse na jepet mundësia të vazhdojmë të rritemi si shtet, duke zgjeruar dijen dhe forcuar vetdijen tonë si zëdhënës dhe si punëtor të paqes, si edhe të jemi botërisht si vend dhe si popull, për atë që duam të jemi në këtë botë, ku kur nuk je në tryezë, je në menu.